trendet si zakonisht ndryshojnë, po apet ka disa lloje të veshjeve që çdo herë qëndrojnë në treg për me u praktiku tek trupi njeriut, me i nxjerrë mba stilet edhe trendet që janë për momentin, po për trendet që pisho që janë diçka të reja, se normalisht sendet e reja që dalin vërehen, sendet që janë prej kohës më pashme edhe ato vërehen, edhe është mësu syni, të e pa sen në njëjtë, po këto të reja që dalin, unë të thash që sendet e reja tek na dizajnerët si zakonisht është diçka e mirë, është plus. Qka një ujë që lëvrit pihet, kështu që edhe një trend që lëvrit, një veshje që ka ndryshime, pavarësisht në cilën lloj të pantolonave, këmish, xhaket, pavarësisht është diçka plus, le të themi in. Edhe të na nuk e shoh që është gabim që çka del një trend i ri të jetë gabim, por pe marr pak këtë pjesë në personalitete, në shumicën, nuk po them personalitete, po në shumicën që trendi është, po ti duhesh me u vesh që ty që të shkon. Se nashta në këtë moment që është kjo xhaket, po them, si shembull, është trend, ty nëse nuk të shkon, ti kot që e vesh, nëse nuk shkon ty duhesh me vesh diçka që shkon ty. Po në qoftë se të shkon dhe është në trend, ajo është okej. Po këtu e ngatrojmë pak pjesën veç për faktin që është në trend edhe duhet mu vesh. Po kuptoj shumë mirë se duhet mu vesh, pa atë shkon, lind pyetja. Kështu që gjithmonë shkojnë atë pjesën ti realizoje trendin. Në karakterin tënd, në karakterin tënd, personalitetin tënd, se sa ti me e ndjek trendin edhe mos me kon i shoqërum ti me atë trendin, që kur të vesh është ti mos me kon okej. Realizoje ti trendin tënd, stilin tënd edhe krejt senët mendoj që kanë me shku më okej, se sa ti të bazohesh tek trendi edhe të mos jetë në shihen tënde. Patjetër. Unë po i bëj një 3-4 pyetje, apo trende në faktikisht, s'janë pyetje, edhe po kam qenë me një mendimin tënd, je pro apo je kundër. Për shembull, e pas kam pantallona shumë të gjera, që po i shohim që janë kudo dhe virale, nuk po i shohim ato skinny jeans, ndoshta. Çfarë mendimi ke për pantallonat e gjera? A je pro apo? Jam pro, ma shumë. Ma shumë pro, jam, po. Se edhe skinny nuk është që pak doli tej mase pjesa e skinny jeans, fillun dy gjinit me mbajt njëjtën model skinny jeans, do me thënë ngushta, slim, po ma shumë jam pro tek këto gjanat, që tek meshkujt kjo është një ndimes sa ma e madhe, po normalisht që edhe tek femnat bje diçka shumë interesante. Kështu që ma shumë jam pro. Ma shqirë po rima. Okej, tjetra është këto këmishat që janë oversized, apo këmishat e babit, në qofse i përkëthejmë kështë bukfalisht, oversized, do me thonë pak ma gjera se që dohet, a? Unë këtu tek oversize do të them diçka, unë jam vetë person që vishëm oversize. Nuk muj me thonë që nuk jam pro, që tek vetja po thonë që jam pro, po normalisht që edhe në përgjithsi jam pro. Këto që picek dihet që janë diçka në trend, nuk është që jam prej moti, sa që kisha thonë tasht, është bë pak më in dhe më virale kjo pjesa e stilit oversize, si tek jeanset edhe tek pjesa lartë, po unë jam pro e kësaj senës edhe mendoj që është diçka shumë mirë. Nuk është që bie diçka në sy të keq, sa që kisha thonë bie në sy pak më stil, po do kësh. Okej, tjetra janë edhe këto veshjet me printat që po janë, që po i shohim ose me leopard, me këto printat, ndoshta të kafshëve sfundme, edhe që janë bo edhe për vitet kaluam, po mdohet, por edhe këtë vet. A kanë dalë jashtë mode, apo konsumohen shumë? Çfarë mendimi ke? Këtu nuk jam pro, nuk po them që nuk jam pro, po është diçka që edhe është dalë, ka që e praktikojnë, po është një përqindje shumë e vogël, nuk është që e mbajnë shumë, po unë në personalitetin tim edhe le të them më mirë në punën time, nuk është që e pëlqej tek syri im. Do me thonë, jam edhe s'jam pro, po ma shumë anoj tek pjesa që jo. Ma shumë që jo.
Sa i përket, po e shohim që një tendencë e kohës së fundit, sidomos sezonës së verës, po janë edhe aksesorët e mëdhenj, vetët e mëdhenj, zinxhirat e mëdhenj. Çfarë mendimi? Këtu jam shumë pro. Je shumë pro. Po, këtu më pëlqen shumë, sidomos me aksesorët, tash aksesorët janë bërë një pjesë tek veshja, le të themi më mirë, pe cekim pjesën e fustaneve, që neve si dizajner na ndihmojnë shumë. Do me thonë ti mundesh me bo një fustan të thjesht, po veç kur të los pak me aksesorët, del diçka glamuroze, edhe kështu që aksesorët kanë një ndihmë shumë madhe tek stili veshjes dhe pavarësisht me masit ose gjerësit si janë, unë mendoj që është diçka shumë okej, për mendimin ta. Ok, edhe fundit janë këto ngjyrat pastel, ndoshta po është edhe kjo e fundit si botër, ngjyrat gjallë, pak që po na asocion me ngjyrën e verdhë. A je pro apo kundër? Çfarë mendimi ki? Jam, shif, ne se m'vjen si zakonisht, ne si dizajner Po pse jo, dizajner? Kishe spedin edhe unë tash po do të me cek, ama vetë pyetja ma sjell, për me thonë, na lozi me ngjyrat, kështu që nuk i kisha dalu ose veçu ngjyrat, sa që i kisha shti krejt me një vend të posaçëm, edhe nëse nuk mundët ajo ngjyrë që ti e ceke më konë krejt komplet, po diku ndo një detaj e pështjell atë lloj ngjyre, kështu që nuk muj me thonë që jam kundër, sa që mujna me thonë mas mirë jam pro, se tek ngjyrat si zakonisht shkojmë, apet silna tek ngjyrat që i kemi si zakonisht që praktikohen mas shumëti. Po, ne qatë jemi edhe drejt minutave të fundit, po para se me kalu krejt aty, e dim që e përmendëm edhe krejt në fillim që puna disa vjeqare bjanë edhe sfida të shumë ta, mi po krejt në fond, kur ja arrim, besoj që krejt ajo lodhje, krejt ato orë, dështë edhe shpërblejan, cilat kanë qenë sfidat e në shatit krejt në fillim, sepse e dim që në kohën kur ke fillu, dështë ka qenë pak më dyfesh, ndështë apo themi pak më e vështirë se sa tash për shembull dhe mundësi që i kemi, me rrjetet sociale, me këtë viralen tash që po mundemi ndoshta edhe të rinjt kanë shumë më shumë mundësi se sa që i keni pasur ju dikur. Po ashtu edhe një fakt tjetër që vjen edhe nga Tetova, e cila është hala ma problematike me dëpërtu, sidomos edhe në Prishtinë, edhe në Kosovë. Ç'ja ke dalë ti? Shif, e the shumë mirë që çdo profesion e ka atë sakrificën e vetë, edhe kështu që edhe fillet e mia kanë qenë njëjtë qashtu dhe jam të i kënaqur, kështu që unë diçka që e bëj me sakrificë dhe kur del në fund rezultati ndjem më i kënaqur se sa ta kem të gatshme. Nuk, na që kemi nis me punu prej shumë herët, na e kemi problemi i pacenët e gatshme. Na jemi mësu gjithë me nuk kisha thonë me sakrificat, që kisha thonë me atë mundin tonë që ne vetë ta realizojmë dhe ta kryojmë, kështu që kom pas normalisht sakrifica, po jam shumë i kënaqur, jam përballu me shumë sfida, dhe edhe pse kom fillu për një moshës shumë tre, do me thonë... Sa vjeti ke pas saktësisht, atë kujtohet? Po, më kujtohet, po për thonë për afërsisht, do me thonë 12-14. Që ke qenë fëmi? Po, sa e kom mbaru shkollën fillore, momenti që është mbaru shkolla fillore, sa ka fillu sezona verore, unë ja kom nis me punu, do me thonë ja kom nis si një ndihmës, dhe pastaj derisa e kam mësu profesionin, dhe tash i uroj diku tek 10 deri 12 vite eksperiencë pune.